Rikthehemi me bisedën në studio këtu në Radio Dugagjini në emisionin Sportfolio. Tani kemi në studio Amar Ahmetin. Amar, faleminderit shumë që je sonte me neve. Historia jote padyshim që mundet në qa motivim edhe për gjeneratat të reja dhe vetë je i ri, por tash fundmi e ke siguru kontratën e parë profesionale në moshën 18 vjeçare. Çka do të thotë realisht në nënshkrimin e një kontrate profesionale për ty? Fillimisht mas punës e cila zhvillohet mas të rritjeve, kur dikush vjen ty të sheh edhe ta vlerëson punën, domethënë në këtë aspekt të jep motiv shtesë. Në këtë rast kontrata për personalisht për mua është një motiv shtesë për më shumë punë, për më shumë stërvitje, për me arrit diçka më shumë. A mund të themi që duhet shumë luftë, shumë betejë, shumë punë për me arrit deri te kontrata? Padyshim që... Po nisemi prej teje. Po, padyshim që duhet shumë punë, shumë disiplinë. Futbolli është një sport i cili lyp disiplinë si në fushë dhe jashtë saj, por edhe në jetën private, kështu që duhet sakrificë për me arrit deri te kontrata. E ka arrit kontratën profesionale me njërin ndër klubet më të mëdha në Kosovë, me skuadrën e Prishtinës. Sa e gëzu në momentin kur të kanë njoftu, edhe sa është gëzu realisht familja, se besojmë shtetësit më të mëdha tu. Po, sigurisht. Qysh si në fëmërinë e hershme, pro kam pas një lidhje me klubin, me Prishtinën, nga se çdo lojë kam përcjellë ku kanë luajtë dy azhëllarë të mi, pro kam qenë prezent thujse në çdo ndeshje të Prishtinës. Edhe kam pas një lidhje më të veçantë me klubin. Kur erdhi momenti pro arrit marrëveshja për me bë kontratën, normalisht që është ndjenje e papërshkrueshme si për mua, njëjtë edhe për familjen. Jo gjithkohë e ka këtë le të themi opsion ose le të themi këtë mundësi me pas rrethin komplet futbollista prej xhallarëve, me sa e diskutuam vetëm njëri nuk u marr me futboll. Vetëm njëri. Edhe babi realisht deri në moshën kur ka dalë te ekipa e parë, deri atëherë ka luajtur futboll, mandej ka vazhduar me studimet. Pra ka ndërprej. Plus sa njëri për xhallarëve ki edhe Azem Ahmet, një figurë jashtëzakonisht e rëndësishme e Superligës Kosovës. Po si futbollist tash edhe si trajner. Ka shumë interesant forma se ke filluar me futbollin. Zakonisht njerëzit e pëlqejnë futbollin ose nisin me futbollin nga mosha 6 vjeçare, ka ndoshta edhe më herët, po 7-8 dikon. Ti ke filluar goxha më vonë. Unë fillimisht futboll kam luajtur vetëm në lagje, pra në hall, futboll të rrugës, deri në moshën 10 vjeçare. E mbaj mend se sot Axha kur filloi si trajner në Prishtinë me grup mosha të reja, pra me gjeneratën 11, u zhvillonte një turnir të në pallatin e rinis. Ti më herët kur pa luajtur futboll kështu, veç rrugë? Jo, veç futboll të rrugës. Edhe shkova për me marr pjesë ato ju bashkova ekipit, edhe prej aty kam mbet pranë te klubi i Prishtina. Ama aty ke lënë shaj, po në lojën e parë. Lojën e parë kam debutuar me gol. Çfarë? Po a është kjo që të ka mungu dikush me të shty, me të thonë, hajde eja këtu? Po, si fëmijë i vogël gjithmonë kam pas dëshirë të madhe për me shku me një klub edhe me u zhvillu profesionalisht, jo veç futboll të rrugës. Mirë po, më ka mungu çaja që veç dikush me më shty mu, me marrë me veti, edhe domthonjë që ato deri në moshën 10 vjeçare nuk kam pas, deri në atë moment kur u bë Axhi trajner edhe shkova pas tij. Po edhe këtu del plus një histori mrekullueshme interesante, pasi përvojën e parë në futboll e kime Axhin tonë si trajner. Trajneri i parë pro është Axhi. Sa ke mujt me mësu prej tij? Ka jashtëzakonisht shumë përvojë, ka jashtëzakonisht shumë sukses, sidomos me skuadrën e Prishtinës. Është një futbollist që kalon shumë gjurmë në Superligë. Po, normalisht sot flasim për karrierën e tij. S'kem çfarë flasim sepse gjithë e dinë karrierën e bëshme e tij që ka pas si futbollist. Është njëri prej njerëzve që ku mësua shumë të Pritina, edhe ku pas mbrapa çdo herë. Por kam për krahas jam më i madh, i cili më ka mbikëqyr shumë, edhe këshillat e tina më kanë ndihmuar shumë për me u zhvilluar si futbollist. Interesant ke fakti që edhe një herë ke ndërprer futbollin. Nuk është që gjatsoj periudhë ke vazhdu komplet. Pas 6 muajsh që zhvillova kur kalova prej gjeneratës U11 te gjenerata U13, e kam zhvilluar nëse s'gaboj gjysmë sezonën,
edhe kam ndërprej. So? Atë futbollin 1 vit e gjysmë, nëse s'gaboj. Saktësisht ato dikon. 1 vit e gjysmë. Edhe deri në gjeneratën e U15. Pro, sakt 1 vit e gjysmë kam ndërprej, në gjeneratën e U15 jam rikthy prapë te klubi. Çka ndodh te kjo pauza? Thjesht faktikisht ato ka qenë puna e prindi. Vendosi që me ndërprej për shkak të shkollës, me u fokusuar më shumë në shkollë. Edhe mas 1 vitin e gjysmë unë u përmirësova edhe u riktheva prapë në futboll. Fantastike, po a është çaq e vështirë se kur e kyç te futbolli, besoj tash më krijo dashni edhe pasharë që kemi dhënë pak më shumë prioritet. Po a me të vërtet ka kriju të lashëm me shkollën? Se dyjat kuptohet që është pak më e vështirë, normalisht, është ekstra angazhim. Nuk është që ka kriju të lashëm mirë, po si fëmijë, atëherë nuk mundesh keq menaxhimi i kohës. Sakt. Keq menaxhimi i kohës ka qenë ai problemi kryesor. Çu e vlerëson sezonin ton te U19 dhe Superliga në përgjithësi me Prishtinën? Padyshim sezoni më i mirë deri tash që kam pas te klubi. Pra në gjysmë sezonin e parë jemi vetëm 1 pikë larg 2 vendeve që janë përmbi neve në tabel. Edhe është një grup që shumë i komponuar, grup një atmosferë jashtëzakonisht e mirë në klub, pra është atmosferë familjare, e them padyshim. Edhe ajo është shtylla kryesore e cila po na shtyn drejt suksesit. Te realisht luan në të gjitha pozitat e mesfushës, edhe këtë sezon me sa e pash kanë 6 gola dhe 2 asistime. 6 gola dhe 2 asistime. Kontribut? Bukur i mirë. I kënaqshëm po. I kënaqshëm. Deri më tash përpara nuk e kam pas këtë statistikë për një gjysmë sezon. Bashkë me ty e ka siguru kontratën edhe Eliot Gruda, jeni meq me sa kom kuptu prej U19 shau. Sa beson që është e mirë kur fokusi i skuadrës është e grupmoshat e reja, se tash në shumicën e shteteve fokusi është aty. Kur e shohim ne që për shembull ka ardhur dikush prej ekipës sport ose pa marrë parasysh kush pa ecek veçanërisht, dikush me pak më i lartë se ne vjen edhe na përcjell ndeshje, keni motiv shtesë për me paraqit më mirë ndeshje, për me zhvillu një ndeshje më të mirë. Edhe normalisht që është motiv shtesë për neve, na motivon më shumë për me punu, edhe na tregon se puna jonë e cila po bëhet, servitjet dhe gjitha këtu nuk po shkojnë hoq, po jap një vlerësim edhe punës tonë. Kanë kemi pas trajner në këtë periudhë në meç? Po, Etrosh Sadikon. Etrosh Sadik. Po. Okay. Mirë, ti gjatë aventurës sa e kon te Prishtina e ke provuar edhe bashkëpunimin me Dion Gallapenin. Po. Sa është motivuese realisht kur ke bashkëpunuar me to dhe tash është hapat e tij që nga Prishtina del jashtë e provon futbollin evropian? Po, në gjeneratën e U21, pra atë vitin e parë kur filloi Superliga e U21, 3 ndeshje zyrtare më ka rënë me lujt me Gallapenin. Kur tash e shoh ku ka arrit ai, edhe e shën shumë një periudhë shkurt që kemi qenë bashk, normal na shtyn që me punu edhe më shumë, se kjo na tregon se mundësit janë. Veç sa jemi na taft me punu edhe me servit mirë për me arrit. A ke mendu sa kemi bo me rrogën e parë? Deri thash ju. Po si krejt, ti shka elementare që mënet me mu nevojit në aspektin e servitjes ose të ngjashme ti shka. Po, se tash lidhet gjithçka me futbollin. Sa është angazhim me u marr profesionalisht me futbollin? Sa kërkon për kushtim? Për kushtim shumë të madh. Edhe sakrificë shumë të madhe. Çdo bashkëmoshator jemi e din se për me arrit duhet me u përkushtu shumë me sakrifiku si në shoqni, si në evente familjare. Në gjithçka duhet me bë sakrificë të madhe nëse don veç me arrit diçka më shumë. Edhe është e vështirë pësaj? Po, padyshim. Se shoqnia me të anash, po. Megjithatë,
në këtë periudhë ti duhesh më fokusu dikon ku ja ke vënë synimin në në prioritetet. Normalisht që futbollin e kemi prioritet, pastaj vijnë tjera. Absolutisht. Po ka qenë edhe moment tjetër interesant kur e ke menduar të rreshin nga futbolli. Qysh mosh të re? Po, sezonin e kaluar. Kam pas probleme edhe me lëndim. Pra 2 lëndime kam pas, një lëndim i cili ka zgjat 3 muaj dhe i dyti 1 muaj, pra gjithsej 4 muaj. Edhe më ka hub sezonin, pra sezonin komplet, kam pas shumë pak ndeshje të lumtura sezonin e kaluar dhe e kam mendu sinqerisht, po më e kam mendu më tërheqjen edhe prej futbollit, pra e kam pas. A ishte çast periudhë vështirë? Ishte periudhë vështirë normalisht. Lëndimet jashtë formës, kur filloja me stërvitje, pasimi nuk shkonte mirë, pranimi, thjesht nuk ishe vetvetja dhe është një periudhë shumë e vështirë. E ke pas lëndimin këtë pjesën ansore të muskulit në sa e kuptova. Po gjatë bisedës e përmendëm që trajtimi i kësaj pjese këtu në Kosovë është pothuajse i pamundur. Po, veç me stërvitje, pra me ushtrime të kalohet lëndimi. Pra nuk ka terapi adekuate për çat pjesë të muskulit të pjesën ansore. Po tha që në fund ka qenë edhe një përfitim gjatë kësaj periudhe sa ka qenë i lëndum, sa i përket masës muskulore që të kanë ndihmuar. Gjatë asaj periudhës 3 muajore, pra sa kam punu, i kam zhvillu dikon 22 terapi. 22 terapia, po. Tu përfshiktu injeksione gjithçka. Edhe në formësimin e muskujve të këmbëve ka qenë një ndryshim drastik të kënë. Fantastike. Po. Nuk ka pahire fjalisht, çdo keqe del diçka e mirë. Del diçka e mirë. Në këtë rast edhe muskujt edhe kontrata. Ka fundi, po ndalim pak te futbolli evropian, nuk të pyeta ka ne kisi model prej futbollistëve në arenën ndërkombëtare që përcjell. Po. Mos jam edhe fan si Barcelonës. Pedri është me sfushurit cilën e përcjelli jashtëzakonisht. Edhe pëlqej normalisht. Ama a duket pak e çuditshme fiziku i tij edhe mënyra që shlun është e pabesueshme. Kur e shikoj ato edhe thomos pingjitet topi për komë kanë herë. E vërtet. Është diçka e çuditshme. Edhe për ata e shijoj çdo moment, çdo minutë që ai është në fush, mundona me shiu, edhe e shikoj me atë synin që me mësu diçka tu e shikua ata. A ke pa kur flasim për futbollin evropian, për shembull kur e shikojmë një futbollist, për shembull përpara ka qenë Toni Kroos, kur thëshim IQ-ja është shumë larg me pasimet ku i ka qit ai. Po Pedri mendoj që në forma caktuar e ka të kaluar sa i përket mënyrës se si lum, pasi nuk fizikisht nuk ballafaqohet me asnjë futbollist, se e din që fizikisht nuk mundet me përballu, po lun matchin. Nëse zgaboj para 2 viteve me kthyer disa ndeshje edhe me pa fizikun e Pedrit. Po, ai ka qenë si për gjuna, me ne si shprehet populli. Shumë e vërtet. Edhe mirë po funksionimi i trunit tina jashtëzakonshëm. Thjesht i pakapshëm te futbollistat e zakonshëm. Diçka që nuk e kemi pa deri te kajlitor. A të po qefi që shkaj Realin në finalit Superkupës? Po e presim me shumë qef e presim. Me kraho, përa. Edhe për fund krejt, po ndalim e pak të kombëtarja Kosovës. Sot ka bo përshtypje e curia e kombëtarës Kosovës, një grup shumë të vështirë, jemi në fazën e play-offit. Në 2 ndeshjet si vendas, kam qenë edhe në stadion prezent si shikus. Ndjen e papërshkrueshme, pra tu e pa kundërshtar cilë t'i ka pos kombëtarja jonë, edhe jemi në vendin e dytë, e kemi poshtë Suedin vendas edhe musafir. Kosh e kish besu? Diçka e pabesueshme. A je pjesë e kombëtarëve? Kam qenë në gjeneratën U18, pastaj e pa talendimin edhe kalon më mbrapa. Po, e kam një shkputje. Okej. Edhe uroj që përpas Prishtinës me të pa edhe te kombëtarja A e Kosovës bashkë me krejt ata djem që po bojnë histori. Edhe besoj vitet në vazhdim, uroj që mos kesh qëndime dhe të vazhdosh para. Edhe faleminderit shumë që ke sonte me neve me rrëfy historinë tënde si futbollist i Prishtinës. Faleminderit edhe juve edhe një herë për ftesën edhe për mundësinë.